Përshëndetje, gjithë ju të shenjës së demit. Atëherë, sot do bëjmë parashikimin për shenjën e demit për muajt nëntor. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit tetor, sepse janë postuar për gjitha shenjat, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë do shohim si do jetë ky muaj në lidhje me shenjën tuaj. Atëherë, këtu kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit, energjinë e shenjës së dashit dhe kemi energjitë shenjave të tokës, që jeni dhe ju vetë. Ju shoh në fillim të muajit dhe javën e parë, fillimi javës parë, ju do jeni duke menduar, nuk do të jepni do zgjidhje një situate. Ju shoh sigur keni mbyllur syt para diçkaje, doni të mbroni veten tuaj dhe nuk i jepni zgjidhje një situate në dashuri, mund të jetë një çështje familjare në marrëdhëniet tuaja, por mund të jetë edhe një situatë ose një çështje te vendi punës nga ana ekonomike, por edhe në situata të ndryshme që ju mund ta merrni. Por ju shoh që jeni shumë mbrojtës ndaj vetes dhe sikur nuk dëshironi të hapni syt për t'i parë gjërat qartë ashtu siç janë. Por në mes të javës, ju shoh që ju do fitoni një energji të jashtëzakonshme dhe do t'i vendosni qëllime vetes për të marrë iniciativa. Dhe këto iniciativa mund të kenë lidhje me që ju të futeni në një njohje të re, ose për të çuar njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet para. Në rastin tjetër, për një pjesë tjetër, ndërsa për disa të tjerë do bëni kontrata të rëndësishme. Do merrni iniciativa, mund të lidhni një kontratë pune, partneritete, bashkëpunime të ndryshme, por mund të jenë kontrata shtëpie, mund të merrni kontratat nga më të ndryshmet. Por ju shoh me një energji të jashtëzakonshme, të vendosur në qëllimet tuaja dhe do jeni duke marrë iniciativa. Dhe në fund të javës të parë, mirë thash, ju shoh shumë të sigurt në veten tuaj. Do jeni më me vetbesim, ndërkohë për gjithë ata që mund të jenë nuk e di, mund të jeni dëshironi të shkputeni dhe nga familja dhe ju merrni iniciativa, dëshironi të jeni të pavarur, ose ju mund të kërkoni edhe në marrëdhëniet tuaja një pavarësi emocionale, një pavarësi ekonomike. Në rastin tjetër, ose ju mund të kërkoni një pavarësi te vendi punës për të hapur diçka tuajën, mund të hapni një biznes, një punë, të lidhni një partneritet, dhe do jeni shumë të sigurt në lidhje me iniciativat që ju do merrni gjatë javës parë. Është një javë fantastike, pavarësisht fillimit të javës që ju dëshironi të jeni mbrojtës, ndoshta për të marrë iniciativa, por në shoh që do merrni guximin për ta bërë këtë gjë dhe do ta bëni me shumë vetbesim në veten tuaj. Do ndjeni shumë të sigurt në vete, me hapat që do hidhni. Por ndërkohë shoh që do merrni dhe një shumë të konsiderueshme parash, ose të ardhurat tuaja do jenë në rritje deri në fund të javës parë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Në javën e dytë keni të bëni me energjitë shenjave të tokës, energji që mund të jetë edhe shenja e Virgjëreshës edhe shenja e Briciapit, por kemi më tepër energjinë e Briciapit këtu. Gjithsesi, keni të bëni mund të keni lidhje me shenjën e Gafores dhe me shenja toke përsëri, që është shenja e Virgjëreshës. Atëherë ju shoh në fillim të javës do jeni duke menduar shumë seriozisht në lidhje me njohjet që keni, se si të jepni drejtim njohjeve, por dhe emocioneve tuaja. Për një pjesë tjetër për t'i dhënë drejtim shtëpisë tuaj, familjes, marrëdhënieve tuaja,
ose për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me punën dhe me anën ekonomike. Gjithsesi unë ju shoh që ju do të jepni drejtim gjithçkaje në mesin e javës. Për një pjesë prej jush mund të jetë një person që ka eksperjenca të gjata pune, që mund t'ju këshilloj gjatë fillimit të javës, për t'i dhënë drejtim diçkaje, një situate, një çështje, mund të ketë çështje ose situatë në lidhje me dashurinë, me punën, me familjen, ose për një pjesë tjetër mund t'ju mbështesi dhe nga ana ekonomike. Gjithsesi, ju shoh në udhëtime në mesin e javës, ju mund të bëni dhe udhëtime të shkurtra ose të gjata, dhe dëshironi të rrisni të ardhurat tuaja. Për një pjesë prej jush, ndoshta mund të shkoni drejt një personi, mund ta keni personin në distancë dhe dëshironi të investoni përsëri te ky person, te një dashuri flasim. Për pjesën tjetër, dëshironi të investoni në marrëdhëniet tuaja për t'i dhënë një drejtim më të mirë marrëdhënieve, ose te fëmijët tuaj. Në rastin tjetër, anës tuaj ekonomike. Ju shoh që në çdo moment jeni duke menduar për të rritur të ardhurat tuaja. Si në javën e dytë, por dhe në javën e parë, por dhe në javën e dytë. Ndërkohë, një pjesë prej jush mund të bëni dhe një punë të dytë, ose ju të kërkoni një shtesë rroge, ose ju të shtoni orët e punës për t'u paguar edhe më mirë. Është një javë që do mendoni shumë në lidhje me anën ekonomike. Dhe vazhdojmë në javën e tretë. Në javën e tretë, shoh që do të jepni fund një lodhje që ka zgjatur për një kohë të gjatë. Mund të jetë një lodhje në lidhje me dashurinë. Ju dëshironi të jepni fund, të bëni një fillim të ri, por kur themi të jepni fund, nuk do thotë marrëdhënies domosdoshmërisht. Diçka që ju ka lodhur. Dhe për të bërë diçka ndryshe, një fillim i ri që të ndryshojë dhe njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër mund të mbyllni një punë, një projekt, një bashkëpunim, ose ju mund të jeni dhe duke bërë disa punë njëkohësisht dhe kjo gjë do t'ju lodhi pak. Ndoshta java e parë dhe java e dytë, se ju shoh që do jeni shumë në lëvizje nga ana ekonomike, mund të bëjë që javën e tretë ndiheni të lodhur dhe ju sikur do ta mbyllni ose do mendoni që të menaxhoni kohën tuaj. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me situata dhe çështje të ndryshme që mund të keni, sepse dhe dëshironi të bëni një fillim të ri, por në mesin e javës keni nevojë për një pushim, sepse ju shoh që ndjeni shumë të lodhur dhe psikologjikisht do ndjeni të lodhur, por që të jepni drejtim përsëri situatave ose një fillimi të ri që dëshironi të bëni, duhet të bëni një pushim për t'i menduar gjërat më mirë. Dhe në momentin që do të jepni kohë vetes për të bërë një pushim, unë shoh që drejt jush vjen një person që ka shumë emocione, ka shumë ndjenja në lidhje me ju. Dhe shoh një fillim të ri. Mund të jetë në rastin tjetër mund të ketë lidhje me lidhje dhe marrëdhënie që ju mund të ndjeni të lodhur, keni nevojë të qetësoheni në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që keni. Dhe mbas kësaj qetësie ju sikur do çliroheni nga ana shpirtërore, do keni lajme të mira. Por kjo ka vlerë dhe në lidhje me punën dhe nga ana ekonomike. Shoh mbyllje të diçkaje, një pushim i domosdoshëm, sepse sugjeron dhe karta këtë pushim që duhet ta merrni, dhe një çlirim shpirtëror. Shoh në lidhje me ju, por dhe lajme të mira. Në lidhje me gjithçka. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Në javën e katërt, shoh që keni të bëni me energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të tokës, jeni te energjia juaj dhe këtu, dhe përsëri energji toke. Në javën e tretë, thash që ju mund të ndiheni të lodhur nga një situatë, keni nevojë të pushoni psikologjikisht pak të lodhur, dhe do jeni duke menduar rreth një personi ose një person vjen drejt jush. Dhe në fillim të javës katërt, ju do keni një takim me këtë person, do shkëmbeni emocionet me njëri tjetrin, shoh që do tregoni shumë emocional, dhe në mesin e javës ju dëshironi që të hidhni hapa drejt këtij personi, do ndjeni shumë entuziazm në lidhje me një dashuri që do vi tek ju,
Ndërsa për të tjerët mund të ketë lidhje me njohjet, lidhjet që keni ose marrëdhëniet, ju shoh më të konsoliduar dhe do dëshironi të çoni para marrëdhëniet tuaja, duke qenë duke hedhur hapa, por edhe në disa raste për gjithë ata që mund të kenë pas marrëdhënie të lodhshme, ju do dëshironi të riskoni përsëri me këtë person për të çuar gjërat para. Dhe në fund të javës të katërt, ju shoh që do t'rregojeni pak të mbyllur. Edhe pse ju dëshironi të hidhni hapa, nëse në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, përsëri në fund të javës 4 do t'rregojeni pak të mbyllur në lidhje me dashurinë. Ndërsa në lidhje me punën, do hyni në partneritete, ose një person do t'ju mbështesi, është një person dashamirës te vendi punës. Ju dëshironi të çoni gjërat para edhe në lidhje me punën, dëshironi të filloni diçka nga zerua, mund të jetë një partneritet, një punë e re, një biznes. Ju shoh shumë entuziast, edhe pse keni pak të ardhura në dorë. Flasim për një pjesë prej jush. Ju dëshironi përsëri të riskoni, të rrezikoni. Thoni, unë këtë punë do ta filloj dhe risku është 50 me 50. Dhe në fund të javës së 4, unë ju shoh që ju do merrni një shumë të konsiderueshme parash. Diçka e re që ju do filloni dhe do të dëshironi që të riskoni, do t'ju sjelli të ardhura shumë të mira në fund të muajit. Dhe shoh që do merrni një shumë të konsiderueshme parash, do mendoni për të hequr disa kursime në një rast. Në rastin tjetër mund të dëshironi të investoni përsëri te kjo punë, mund të jetë biznes, mund të jetë një aktivitet privat që ju mund të hapni, dhe mund ta merrni në të gjitha llojet e situatave. Varet ku doni ju të investoni. Por e shoh që do jeni duke menduar për të investuar. Mund të jetë dhe një investim në shtëpi, mund të jetë një investim për fëmijët tuaj me marrjen e këtyre lekëve, ose për të hequr disa kursime për t'i pasur për të ardhmen tuaj. Dhe marrim një mesazh nga angjit, edhe pse shoh që është një muaj fantastik, është një muaj me iniciativa shumë të sigurt brenda vetes, me një vetbesim të madh. Dëshironi të jepni drejtim gjithçkaje, do mendoni shumë seriozisht edhe në lidhje me anën ekonomike, të rrisni të ardhurat tuaja. Një dashuri e re vjen drejt jush, për një pjesë prej jush, ose ju do harrini të konsolidoni njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Por ndërkohë shoh edhe partneritete, bashkëpunime dhe iniciativa, kontrata të ndryshme në lidhje me ju, por dhe marrje parash. Dhe marrim një mesazh nga angjit të shohim se çfarë mesazhi ju japin për muajin nëntor. Dhe kemi numrin 4, është përsëri që tregon stabilitet. Ndoshta ka qenë një lloj karme, në qoftë se keni kaluar në disa situata që ju kanë futur pak në dilema, ju kanë bërë konfuz në lidhje me zgjidhjen e diçkaje ose për t'i dhënë drejtim diçkaje, atëherë kemi këtu kartën e perandorit, që ju ka dalë edhe në mesin e javës parë, që tregon iniciativa, kontrata të rëndësishme në lidhje me gjithçka. Për gjitha ato që ju ndjeni konfuz, ju do të jepni drejtim deri në fund muajit. Dhe ju thot, organizohuni me logjik. Dhe mund të merrni iniciativa, thot, dhe të lidhni kontrata gjatë këtij muaji, sepse ju do jeni të mbështetur nga energji më të larta. Ju shoh të sigurt me një energji të jashtëzakonshme në bërjen e gjithçkaje gjatë këtij muaji, sepse edhe mesazhi nga angjit ju mbështet në lidhje me iniciativat që do merrni. Thjesht mundohuni të tregoheni më të organizuar dhe më me logjik në lidhje me çfarë do lloj situate, fillime të reja që do bëni për të stabilizuar situatat që ju keni, por dhe në lidhje edhe me udhtimet, sepse keni dhe udhtime, ju thash, por dhe me gjithçka. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, ju uroj një muaj sa më të mbar edhe ju, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë dëgjojmë në video të radhës.